Çfarë mund të bëj se dua të futem në shtëpi të re për mbarësi dhe bereqet? E lusë Allahun e lartësuar që t'ju alehtësoj, e t'ju jap mirësi në këtë botë dhe në botën tjetër. Para se të hysh në shtëpinë e re, thuaj Bismillah. Të këshilloj ty bashkë me anëtarët e tjerë të familjes, të thoni shahadetin, ta mësoni dhe ta thoni shahadetin. Ashhadu an la ilaha illa Allah, wa ashhadu anna Muhammeden abduhu wa rasuluhu. Dëshmoj se nuk ka të adhuruar me të drejtë përveç Allahut dhe se Muhamedi është rob dhe i dërguar i tij. Ju këshilloj që në shtëpinë tuaj me fal namaz. Sa më shumë namaz nafile. E në sejdë me u lut Allahut lartësuar që t'ju jap harmoni, t'ju jap mirësi, t'ju jap begati, t'ju ruaj prej të këqijave, t'ju jap bereqet. Po ashtu, ju këshilloj që t'i zbatoni urdhrat e Zotit Gjithësisë dhe të ndaleni prej atyre gjërave që Allahu i lartësuar ka urdhëruar që të ndalemi. Përpiquni që në shtëpinë tuaj me zbatu urdhrat e të Madhit Zot. Dhe patjetër, gjithmonë kujtoje premtimin e Zotit Gjithësisë, cili do mashkull apo femër që bën vepra të mira duke qenë besimtar, do t'ja mundësojmë atij një jetë të mirë. Ti do mbarësi, do bereqet, do begati në shtëpi, do harmoni, do të kesh lumturi. Atëherë, përmbaju urdhrave të Zotit Gjithësisë. Dhe patjetër, nëse jeton në këtë formë, Allahu i lartësuar do t'jap edhe të mira në botën tjetër, do t'jap mirësitë e botës tjetër. Pra mirësitë e kësaj bote dhe të botës tjetër. Po ashtu, ju këshilloj që ta merrni edhe librin Mburoja e Muslimanit. Dhe aty ke lutje të ndryshme të cilat mund t'i boni. Për shembull, lutja kur del nga shtëpia, lutja kur ha ushqim, lutja kur fle gjumë, kur vesh rrobat, pra lutje të ndryshme, të cilat ju mund t'i boni. Allahu ju rujt, Allahu ju dhënt mirësi, begati dhe e gëzofshi shtëpinë e re. Mashallah.